Në qoftë se do të referohemi maleve, pra në gjithë botën, vendi i vetëm që ofron shërbime luksi është vetëm Mali. Shërbime luksi do thot për njeriu që njëkohësisht marrë freskinë dhe të rikthehet humori. Pra, gjë më të rëndësishme se kaq njeriu nuk ka. Për sa i përket pikpamjes ekonomike, gjithë burimet e një mali, pavarësisht nga lloji i natyrës apo dhe formës që ekziston, konsiderohet një vlerësim ekonomik treshifror i rendit tretë, i cili është dhe rendi më i lartë. Është rendi më i lartë sepse shkohet pikërisht tek mineralet, gurtë e çmuar etj. Pra është burimi kryesor për një industri, zhvillimin e një industrie të rëndë për një vend, dhe është niveli më i lartë i ekonomisë. Si ka mundësi që ju nuk investoni investime publike, pra të kemi përfitime publike në një zonë më të rëndësishme ekonomike, por doni t'ja kaloni privatit. Pra të privosh një masë gjerë popullsisë të zonës përreth dhe t'ja japësh një qoftë investitori huaj apo i vendit, pavarësisht nga kjo. Pra, si ka mundësi shteti shqiptar, zoti kryeminist Edi Rama, nuk ka interes të investojë në ekonomi që i garanton një rritje ekonomike treshifrore. Kjo është absurde, edhe bufi mund ta kuptojë qartë qëllimin e kësaj. Pra, në rastin më të keq të mundshëm që hyhet drejt shfrytëzimit ekonomik, pra shfrytëzohet në mënyrë njëpasnjëshme burimet e saj, por shërbimi kryesor është pikërisht freskia dhe njëkohësisht edhe rikthimi i humorit të njeriu. Pra, të privosh një njeri të zonës, qoftë edhe turistin, nga një e drejtë e tillë, është jashtëzakonisht e rëndë. Pra nuk ekziston mundësia në vend tjetër të ofrosh shërbime luksi. As në det, as mrër, pra Mali në gjithë botën konsiderohet një ekonomi për çdo vend e rendit treshifror, i cili është rendi më i madh zhvillimi ekonomik, ka të bëjë drejt për drejt me industrinë e rëndë dhe ndërmjet fitimprurëse. Si ka mundësi që ju sërish këtu abuzoni dhe abuzimi është katastrofik. Është jashtë çdo norme, madje edhe pa licenca, leje mjedisore etj. që janë prezent dhe identifikuar tani. Si ka mundësi, domethënë është e pashpjegueshme kjo sjellja juaj në këtë rast.